ke vazhdu me gjitha të ka pak me shkru? Po, unë nga viti 73 i kam pas disa kështu prirje talentore të quaj. Më shkon të vizatimi, më shkon të nga pak dhe instrumenti. Dhe thënë, kam qenë një farë figure pak a shumë se është vështirë të flasësh për vete, në këtë emision kështu kaq madhështor. E di që je shumë modest, nuk donë më na, po unë po të fës. Të na rrëfesh rrugtimin tënd që për neve është një pistë e mirë edhe për gjeneratat të tëra, se si hecet suksesshëm, kujdesshëm njerëzor në rrugtimin jetësor. Unë shumë herë më kanë sugjeruar bile edhe shoqja ime që të filloj të shkruaj diçka dhe e kam ndërmend që së shpejti të filloj të shkruaj edhe unë diçka. A, e ke ndërmend të shkruaj? E kam ndërmend. Kur jemi të vizatimi, e kemi një natyrë shik, që në realitet është kushëriri juaj, e i cili absolutisht mu më ka fascinu, po dhe të gjithë i ka fascinu me atë vizatimin e ti të përkryer që e bën, edhe ai në realitet për këtë mbrëmje, po që unë s'kam arrit me fut në korniz, na ka dërgu një vizatim, një piktur me fytyrën tënde, Hysni Mehmeti Hysi, piktori ynë, edhe Eduard Troklasim, edhe regjia na jep sigurisht këtë vizatim. I thash edhe i diçka tjetër, i thash, edhe atë vizatimin e vjetër, tha, do ta bëj. Tha, nuk ma the me kohë, këtë vizatimin e lexuesit të lajmeve. Unë e kam zakon, kur është një njeri në nivelin e lartë artistik, e quj brillant. Ajo është një brillant. Brillant, faleminderit. Ka vite të vështira, fillimisht një djalë i ri, i absolutisht një model i mirë. Nuk e kam fjalën veç modelin, kështu me sfilu, absolut, po një model i mirë, i kompletuar, po edhe me një grua të mirë, po kjo gruaja e mirë, goxha shumë ka heqë me ty. Kush kanë ka suportu ma shumë? Shumë e drejtë. Lumja hamdiu na hamdiu lumën. Gati të dytë nga pak. Po, sa e bukur kjo. Kanë qenë kohëra të vështira kur ju kanë nxjerrën nga puna të dyve. Vështirë ishte, sidomos për shoqen time, sepse ajo ishte juriste në Radio Televizionin e Prishtinës, në produksionin muzikor. Dhe para një mujdite ishte dhe më tha, Hamdi, tha shurdo, isha, tha, në vendin tim të punës, tha, dhe qava pak aty. Ja dha të shpinën një tjetërit pastaj që të qëndrohet. Prej kësaj dashurie, mos t'i mbetemi varsh, lume, krej duar trokitjet e botës, se unë mendoj që ka qenë qeliza themelore për krijimin e një familje të mirë. Kjo familje, sa fëmijë ka? Kjo familje ka 2 djem, dhe më thonë, të moshës madhore, i madhi është i martuar dhe kemi një nip edhe një mbes. 2 herë gjysher? 2 herë gjysher. Gjyshe. Është edhe djali i vogël, edhe ai, i madhi është Flamuri, i vogël është Valoni. Valon, Flamuri. Flamuri, Valon. Dhe kjo është interesant, se Flamuri është lindur në 82-shin, në kohën më të vështirë të diferencimeve. Absolutisht. Dhe ta regjistrosh fëmijën me atë me Flamur. Goxhat kanë shikuar atje. Goxha ka qenë sfiduese dhe me rola të mëdha e kanë regjistruar. Dhe më pas Flamuri Valon. Valon. Po ku e gjetëm? Nuk i zgjodhen profesionet tuaja ata apo çfarë profesionesh kanë? Jo, ata punojnë krejt diçka tjetër në jetën e tyre. Jetojnë në Gjermani? Jetojnë në Gjermani. Në cilën region ke jetuar në Gjermani? Në regionin e Hessen. Hessen? Wiesbaden, afër Frankfurtit. Afër Frankfurtit. Megjithatë, e bukur se e ke prek jetën e perëndimit, të kishin mbet gjithmonë këtu, çaq kohë me vizitu Evropën e Gjermanisë kishe pas? Natyrisht se jo, vetëm se me qera fjala e emigrimit, unë po të kisha mundësi të kem
makinë të kohës, Me kthym mbrapa. me kthy mrapa, kur nuk do ta merrje një vendim të tillë. Në asnjë Të mënyrë. emigroje. Në asnjë mënyrë. Dhe nga kjo del porosia dhe mesazhi që asnjëri mos na dal jashtë, se është jashtëzakonisht sfidë, jashtëzakonisht vështirë dhe mundësia për të tretur është gjithmonë afër. Sa bukur e ke thënë. Ne presim të na shkruash, sa bukur I thua gjërat edhe të na I shkruash, që të na mbesin. Unë shpresoj se ditën kur të dalin një botim cilin I kam ndërmend, por tash nuk duhet ta shpalos ta bëj publike, I pari do të jesh ti që do ta dhe. Faleminderit. Sigurisht ndjesh I realizuar, I lumtur për këtë ditë bukur që e pritëm Republikën e Kosovës, të pavarur. Shpesh them, një numër I madh njerëzish kanë ikur në amshim pa e parë Kosovën të lirë. Më thani kanë mbyll syt pa e pa shpalljen e Kosovës Republik. Por do të vdesin edhe një numër sërish I madh dhe nuk e di kush sa derisa ta shohin bashkimin me Shqipërinë. E bukur. Se natyrisht ky është proces që nuk mund të ndalit. Dhe I lumi ai që do ta pres atë ditë. I lumi ai që e pret atë ditë. Shumë e bukur. Ka dhe një diçka të bukur, në krejt këtë rrëfim të bukur që shpesh gati na ke bë me lotë dhe po na ke thënë gjëra shumë të bukura, këngëtar s'u bën e kur. Jo, është interesant se jam përpjekur të bëhem, por A je përpjek, ha? po, kur nuk të jap natyra është kot, kur sap Zoti kot është. Me zor shumë t'ja marrë. Unë u kam ra nga pak, kështu, nga normalja këtyre instrumenteve me tela, pak gitarës, pak mandolinës, pak qiftelis, por ma shumë mandolinën, sepse kishëm edhe si landë obligative. Në landën e perfekcionova atëherë mirë, ha? Po, unë mendoj se deri dikun, sa për veti. Dhe shpesherë sa për edhe veti. të rrjetet sociale, atje e vej nalë, thonë, vetëm për shok. E kam lexu dhe I kam përcjell. Cilat këngë të sjellin nostalgji më shumë? Po ka shumë nga këngët, sidomos ato këngët e vjetra, shpesherë talëm edhe me lumën, thot kjo këngë për ty diçka ka shumë një siklet, për herë të parë dashnin fillova. Mirë, po lumën, ku e njohë? Lumën e kam njohur në radio. Në radio e njohë? Po, aty e mi. Kush kujt I tha më parë? Unë I thash se këtë gocë do ta marr unë për grua definitivisht. Ashtu I the? Po, aty po. A hoqe shumë? A e qoj vetullën ajo? Se Miria ka pasqu vetullën ja 3-4 muj? Po natyrisht se vajzat presin shpesh rigje pak ma shumë rigje. A presin rigje? Po, për t'ju por. A I bone rigje shumë pas? Po natyrisht se po, por nuk I rash gjitha që në gjuj. Jo. Po, në qofë se do, në qofë se jetë akord. Dhe aty filluam, andaj fillaj ajo jeta. Dhe tani jemi... Ajo dashuria platonike. Jemi 25 vjet bashk. 25 vjet bashk. Unë kam e marrë diçka në vazhdim që të këndojmë bashk. Aty ku ja thu më mirë. Ashtu, po pse jo? Po. Maestro! O ta solo mandolinën tënde, a ka në histori se që në kanë e veçan diçka? Bukur e vjetër është, I ka sigurisht gati 20 vjet. Gati 20 vjet? Po, dhe ke bje do më thonë pas në liri këtu kur ishim në... Dhe e kam për qefi, kështu shpesher, kështu argëtohem me te dhe... Po në Gjermani, bje gitarës, këndoje, mblidheshit? Gjithë nga pak, edhe si profesionin e mësuesis që ushtroje me fëmijët e tanë atje, shpesher e merja mandolinën dhe këndonin së bashku. A këndonit së bashku.